Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi edhe me tej në kapitullin e imanit të besimit, respektivisht në hadithin e 9 të Imam Bukhariut, të titulluar Bab Umurul Iman, pjesët e imanit apo çështjet e imanit. Këtë hadithin e Ebu Hurajrës radiallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se li ka thënë: El imanu bid'un wa sittuna shu'bah, wal haya'u shu'batun min al iman. Imani është 60 e disa pjesë, dhe turpi është pjesë e imanit. Imani është 60 e disa pjesë, dhe turpi është pjesë e imanit. Imam Bukhariu, Allah e pasmëshiruar, në fillim të këtij kapitulli solli fakte për përkufizimin e imanit, dhe se imani është të besuarit me zemër, të shqiptuarit me gojë dhe të vepruarit me gjymtyr, dhe se vepra amel është pjesë e imanit, dhe se imani shtohet me vepra të mira, e dobësohet me vepra të liga për punë të liga. Në vazhdim, autori pa Imam Bukhariu cek vepra të ndryshme, pra cek hadithet që tregojnë se vepra të ndryshme janë pjesë e imanit, apo janë prej imanit. Janë frytet e imanit, si agjerimi, namazi, dhe kështë mëra për atë arsye dhe emërtan. Namazi është për imanit, turpi është për imanit, gjihadi është për imanit, agjerimi është për imanit, përcjellja e gjenazës është për imanit, dhe vepra tjera të shumta. Janë për imanit këto vepra, veprat e mira për imanit janë pjesë e imanit. E që me këtë, gjithashtu, me këtë hadith, me këtë renditje, dhe me këtë kapitull, ka për qëllim të i kundërvihet atyre fraksioneve ekstreme të cilat në emën të islamit kanë devijuar argumentet shariatike, si fjala dhe kanë keq interpretuar argumentet shariatike si fjala vije murxhit, të cilët janë një fraksion ku e përkufizojnë imanin, besimin në Zot, si njohjet madhe të Zot. E njeh Allahun Azza wa Jall, e thu me gojë se Zoti është një, kaq. Kur mos punosh punë të hajrit, nuk ka dert. Dhe sikur se amele po vepra nuk është pjesë e imanit. E që kë fraksion, me konsensus të ulemave të ehli sunetit, janë të humbur, janë dalalet, Allahu na ruajt. Po ashtu, nëpërmjet këtij hadithi, Allah e pasmëshiruar, Imam Bukhariu don të tregoj se shariati nocionin apo termin iman e atribon edhe veprave të mira. Imanin e atribon veprave të shumta të mira, të parave, cilësive të mira, të cekura, edhe këtë hadith, por edhe hadithet e tjera të cilat vinë me vonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, në përmjet këtij hadithi, sikur se dëmën a treguar se imani është diçka e përbërë nga shumë gjëra, nga shumë pjesë. Për ata po thot, el imanu bid'un wa sittuna shu'bah. Imani 60 sa pjesë, pra ka shumë pjesë. Më e lartë asaj
është fjala la ilahe illallah, e që nuk është sekund këtë hadith tuk e kemi ne këtë transmitim, por është sekund transmitim e të imam muslimit. Fa afdaluha qawlu la ilahe illallah, me vlefsha, me larta, pjesë e imanit është fjala la ilahe illallah. Wa imatatul adha anit tariq, wa adnaha imatatul adha anit tariq, ndërsa me ulta është largimin ndë një pengesë nga rruga, wal haja o shu'batu min al iman, dhe turpi është pjesë e imanit. Pra në hadith që kemi ne këtu para vetës, thët imani është 60 e sa pjesë, dhe se turpi është pjesë e imanit. Ndërsa në transmitimin e muslimit, thët pjesa më e lartë e imanit është la ilahe illallah. Më ulta pjesë e imanit është imatatul adhanit tariq, largimin ndë një pengesë nga rruga, dhe wal haja shu'batun min al iman, po dhe turpi është pjesë e imanit. Pra, mes më të lartës, la ilaha illallah, dhe më të ultës, largimit një pengesë nga rruga, ka sot të dush pjesë, vepra, amelet që janë pjesë të imanit. Dhe secila ka vendin e vetë, dhe secila plotson një pjesë të imanit. Secila plotson një pjesë të imanit. Thoj ndryshe, pejgamberi alayhi salam, se s'kan thonë ulemat, sikurse po e ngjason imanin me një pemë, e cila rrënit i ka thellë, e pjesët e ti, respektivisht degët e ti, apo të asaj pemë, janë ngritura lartë, dhe ja të shumta, dhe japin fryte të shumta, dhe të lloj-llojshme. Siç thot Allahu Azza wa Jall në surat Ibrahim, Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulle hinin bi idhni rabbiha. A nuk e sheh, a nuk e kuptuar ty o Muhammed, se si Allah e bëri sollën një shembull. Kelimeten tayyibeten, fjallën e mirë. Ka shajaratin tayyibatin, si një pemë të mirë. Asluha thabitun, që rrënët e saj janë thellë në tokë. Wa far'uha fi as-sama', degët e saj janë lartë në qiell. Pra, e ngjasoj fjalën me pemën. E kjo fjalë është imani, është besimi, është shahadeti. Ingulitur pema thellë në tokë, e kjo fjalë thellë në zemrën e besimtarit. Imani është shahadeti, ingulitur, imbillur, thellë, brenda në zemrën e besimtarit të muslimanit, ndërsa frytet e tina janë amelet e robit. Frytet e pemës janë frytet që përdorin njerëzit për ushqim, ndërsa frytet e imanit janë amelet, veprat me të cilat robi ngritet tek i madhi Allah te bareke wa taala. E që ato vepra mund t'jenë vepra të zemrës, mund t'jenë vepra të gjuhës, mund t'jenë vepra të trupit. Vepra të zemrës, sikurse besimin në melaçe, besimin në librat shejta, besimin në ditën e gjykimit, pastaj frika ndaj të madhit Allah, pastaj dashuria ndaj të madhit Allah, shpresa tek i madhi Allah, mirënjohja falënderimi ndaj të madhit Allah, bërja sabër, falënderimi, durimi dhe shumë vepra tjera që kanë të bëjnë me zemër. Vepra të zemrës, pjesë të imanit, vepra të zemrës, frytet e imanit, apo vepra të gjuhës, me gjuhë, si leximi i Kuranit, dhikri, istikfari, duaja, lutja, me mësu tjerëve hajrin, me ndalu njerëzit nga e keqja, me urdhër njerëzit për të mirë, me folë mirë,
Këtë të në fjalë të gjuhës, vepra të gjuhës, ose vepra të trupit, simbolimi pjesëve të trupit, për namaz është vepër e trupit, për edhe haqë është vepër e trupit, për edhe zeqati është, Ramazan është vepër e trupit, për edhe respekti prindër është vepër e trupit, për edhe lidhja fervesnore është vepër e trupit dhe kështu me radhë. Krejt janë frytet e imanit. Janë frytet e imanit. Vlen të përmendet apo të ndalim pak të fjala e pejgamberit wal haya'u shu'batun min al-iman. Dhe turpi është pjesë e imanit. E pse veçaj turpin? Pse veçaj? Ulemat, Allah i pas më shëruar, kur kanë folë për këtë mesele, pa tjetër se janë dalër të turpi si për kufizim, si zemra e tikes, e ahlakut, është turpi. Turpi konsiderohet për imanit gjithsesi, sepse turpi e ndalon njeriu nga e keqja. Turpi e shtin njeriu me bë vepra të mira. Për atë ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam që transmeton në Buhariu, el haya'u kulluhu khair. Turpi i tërë është hajër. Marrja se themi ne, marrja turpi është hajër. Pra sjell mirësi, hajër. Turpi është hajër. Është pjesë e imanit. Mulla Ali el-Qari, në librin e tij Mishkat al-Masabih, Sharh Mirqat al-Mafatih, Mirqat al-Mafatih, Sharh Mishkat al-Masabih, Allah e pas më shëruar, kur flet për këtë hadithe, e për turpin, mes tjera është thëtë, e ka veçuar pejgamberi alayhi salatu wassalam së përmenduri turpin nga pjesë e tjera të imanit që janë të shumta, sepse turpi apo marrja, siç themi ne, të shpihen tek të gjitha veprat e tjera të imanit. Turpi e shpihen robën tek veprat e tjera të imanit. Sepse njeriu i turpshëm, siç thot Molla Aliu, njeriu i turpshëm ka frikë se pa pështrohet në dynjat, andaj nuk bën vepra të liga. Ka frikë se pështrohet në ditë kiametit, andaj ruhet nuk bën gjinohe. Andaj turpi është shumë i rëndësishëm. Pra u ik veprave të ndaluara për turpit. Turpi vërtet është ai që e bën robën të ngushtohet, të turprohet, mos peshe zotnia i vet, i madhi Allah, në diçka të ligë të keqe. Pra e shef se si kthehet në kuptim, turpi është hajër krejt, el haya'u khairun kulluhu khair, krejt është hajër. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sittuna shu'be. Imani është 60 sa pjesë. Te bie kja. Në transmetim tjetër ka 70 pjesë, 70 sa pjesë, transmetim tjetër ka 60 ose 70. Andaj sa është? A 60, a 70. Kjo bid'un i bie 30. Shumë ulema kanë thënë se këto nuk është për qëllim numri fiks, 60 e kaq ose 70 e kaq. 73, 45 është dhe 79, ose 63, 45 dhe 69, sepse bidun i bjen 3 dinar që është më lartë. Shumë ulema kanë thënë, nuk është për qëllim kjo. Por për qëllim është me thënë se imani është i përbër për i shumë pjesëve. Sa të dush. E ka cek shifrën 67 me ka dzu shumë. Qëkër sa ti kur thotë Allah Azza wa Jall, ndash bërë istikfar për ta, ndash mos bërë, edhe nëse bje 100 herë, nuk ja fali munafikëve. Edhe nëse bje 100 herë se fali munafikëve, pejgamberi kanë, vallahi me di që Allahu ja fal
përmi 100 herë, me raj istikfar para për ta se kësha lanë. Po nuk është qëllimi këto 100, numri i kufizuar 100. Pra nëse bjen istikfar, kërkon falje për ta 101 herë, 110 herë ja falje. Jo. Pra thumë një herë, se themi një, ndash thumë një herë, ndash thumë 100 herë, o kry ke punë. Pra dhe përmi 100 herë, ke ka marrë fund. Pra është për qëllim me rrit numrin, në formë të hiperbolizuar, me të regu se pjesët e imanit janë të shumë ta. Për atë arsye, imam Behaqiju, rahmetullahi alejhi, e ka një libër enkas për shu'abul iman, dhe është libri më i famshëm, më gjithë përfshirës, i cili cek shu'abul iman, pjesët e imanit në 9 vëllime. Dhe është libër enciklopedin këtë fushë. Ku flet për pjesët e imanit, se si imani me fjala baza kryesore, fjala la ilaha illallah, ama tani amelet e tjera, veprat e tjera, qofshin të zemrës, e qofshin të gjuhës, e qofshin të trupit, e që nuk kanë fund ato, janë pjesë të imanit. Dhe krejt ato e kompletojnë, e robalaksojnë imanin e robit, e që me krejto është për qëllim që robit jetë sa me kompletuar, sa me i ruajtur për mëkateve, sa me i plotësuar me amele dhe me veprat mira. Pra këto këtë hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përgjithëson. Imani është në 60 e sa pjesë. Ndërsa të jenë muslim, me larta la ilaha illallah, me ulta largimi e një pëngjesë nga rruga. Që është sa një vogël, nga njëherë me një shkelëm, me një ka jep një shkelëm, e largan një gurë ose një therë për rrugë, ama i shpëtan njerëzit për mas. Bëhe shkaktar me shpëtu njerëzit, sepse që e pëngjesë e vogël, mundet me i dëmtu dikënd, mundet me lëndu dikënd. E ti, se rrjedhoj e imanit tënë që ke, pjesë e imanit është me vlargu pëngjesat njerëzve për rrugës. Dhe kundër të asaj, vërja pëngjesën në rrugë, është kundër imanit, që e rënën një pjesë të imanit, e dëpsan imanit. Allahu në pajist me vërtytet larta, e në bëft shambëll për së miri. Ja Rabbel Alemin, në bëft ta kemi imanin e fort, veprat e mira, e të pranuara të i madhi Allah. Deri në takim në radhës, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.